Të dashur, të ri dhe të reja, të Forumit Rinor të Partisë Demokratike, një përshëndetje të përzemërt për të gjithë ju këtu, por për të gjithë anëtarët e këtij forumi, kudo që ndodhen sot në Shqipëri dhe jashtë saj. Një përshëndetje të përzemërt drejtuesve të këtij forumi, Zotit Besar Xhaferi dhe Grigel Smuçollari, dhe drejtuesit politik, sot ish drejtuesi i forumit, drejtuesit politik të qarkut të Tiranës, Zotit Belin Klliçi. Para se të nis fjalën time, kam nder dhe kënaqësi të ftoj të bashkohen këtu ekipin e kandidatëve të ri, i cili është ekipi më i mirë, më fantastik, që Shqipëria ka njohur ndonjëherë në zgjedhjet përgjithshme parlamentare. Ndaj dhe ftoj Zotin Adriatik Hoxha, Zotin Akil Kraja, Zotin Albi Jahelezi, Zotin Alis Narazani, Zonjën Andja Ulliri, bravo, Zonjën Armonela Marku, Zotin Arnold Kariqi, Zotin Aulon Kalaja, Zotin Aurel Markaj, Zoti Belin Klliçi, Besar Xhaferi, Bledjon Nallbati, Denis Savata, Edison Doçi, Elda Hoti, Elmira Andreveshaj, Elton Roshi, Elvira Peka, Elisa Xhixho, Fatjon Semanjaku, Fatmira Kola, Fidel Kreka, Gazmend Bardhi, Gentis Çela, Gentian Koçi, Gentian Ndoj, Gersa Rudha, Iliriana Kuçana, Ina Zhupa, Ira Boja, Jola Hysaj, Jonathan Pano, Jorida Mazeliu, Klevis Balliu, Klodiana Çapja, Cristiano Kocibelli, Lisandër Hoxha, Lorenza Hoxha, Maltin Dogani, Mario Runa, Matilda Matia, Matilda Qurku, Melisa Vuthaj, Nada Daulja, Ndrec Pjetri, Parit Mahmutaj, Pranvera Kurpalaj, Renato Kumuria, Rivelino Çuno, Romario Meminaj, Samena Malenaj, Senada Mehmeti, Shqyqyri Murtollari, Silvia Hasaj, Tedi Kopliku, Valbona Doko, Viola Kullolli, Giulia Xhekaj. Kur ky kryeqytet nuk ka patur, kur zgjedhjet e përgjithshme parlamentare në Shqipëri nuk kanë patur një ekip me personalitetet të reja të spikatura, njerëz të shquar, të suksesit, por adhetar të flakt, patriot të vërtet, që kanë vendosur të përkushtojnë të gjithë energjitë e tyre një misioni të madh, një misioni shpëtimtar për Shqipërinë. Të dashur miq, për të kuptuar rëndësinë e datës 11 maj për të ardhmen tuaj, unë këtë fjalë do ta nis me një histori thjesht personale. Jo para,
po pas mosh 40 vjeçare, unë mora një vendim, dhe duhet të them ju këtu se vendimi është arma më fuqishme e njeriut. Jeta e njeriut në fund të fundit është një shumësi e vendimeve të tij. Shumë prej jush, kur mendojnë Sali Berishën, në mend ju vjen Sali Berisha politikan. Shumë prej jush mund ta kenë të vështirë të imagjinojnë Sali Berishën me bluzën e bardhë të mjekut, apo Sali Berishën me stetoskop. Por e vërteta është se më shumë se gjysmë e jetës time ka kaluar si mjek, dhe kjo pra një periudhë rreth 40 sa vjeçare. Karrierën politike unë nuk e nisa në moshën e re, e nisa pas të 40-tave, por si ndodhi ky transformim? Kjo ndodhi vetëm nga një vendim. Kaq e thjesht, një vendim, miqtë e mi. Vendimi erdhi pak vite para se të nisja karrierën time politike. Dhe ky vendim ishte që t'i dilja kundër diktaturës komuniste. Një vendim jo i lehtë për kohën, sepse siç thash, kisha një karrierë, isha familjar. Ata që kanë jetuar ato vite e dinë se ky vendim mund të ishte një vendim fatal. Por ai vendim, i vendimi vetëm, ndryshoi çdo gjë. Sepse e vërteta është se ky vendim jo vetëm transformoi jetën time në moshën 46 vjeçare, por preku edhe shumë jetë të tjera. E një farë mënyre ndikoi dhe në fatin e Shqipërisë. Po të mos ishte për këtë vendim, unë ndoshta nuk do isha sot midis jush, por do isha një mjek me karrierë të arrirë. Po të mos ishte për këtë vendim, po të mos ishte vendimi Azem Hajdarit, tribunit të lirisë, po të mos ishin vendimet e mira studentëve liberator, që në dhjetor të vitit 90 dolen si heroj të vërtet, u ngritën si sfinksi nga hiri një diktature në zenit, dhe u përballën në rrugë dhe shesh të këtij kryeqyteti me fallangat të diktaturës më të egër. Përsëri nofta, pa ata historia jonë do të ishte tjetër. Pra, vendimet transformojnë fate, vendimet transformojnë kohrat, transformojnë vendet, transformojnë kombet.